Një tjetër projekt i rëndësishëm për komunitetin është finalizuar me sukses nga Bashkia Shkodër, rehabilitimi i rrugës që të çon drejt varrezave në kodrat e Gurit të Zi. Kjo ndërhyrje vjen si një shenjë respekti për të ndjerët dhe si një lehtësim i shumë pritur për banorët e njësisë administrative Gur i Zi. Në ceremoninë e përurimit, famultari i zonës, Dom Rafael Galardi dhe banorët të shumt shprehen mirënjohjen për këtë investim që zgjidh një problem të kahershëm, duke mundësuar një akses të denjë dhe të sigurt për ceremonitë mortore. Administratori i njësisë administrative Gur i Zi, zoti Vitor Hila, theksoi se kjo zonë ka qenë për dekada të tëra e lënë jashtë vëmendjes, por në 2 vitet e fundit ka nisur një transformim gradual fal investimeve në infrastrukturë. Ky projekt është pjesë e strategjisë së Bashkisë Shkodër për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në të gjithë njësitë administrative, me qëllim afrimin e shërbimeve bazë dhe rritjen e cilësisë së jetës për qytetarët e të gjithë zonave të bashkisë.